Përshëndetje gjithë, mirë se vini në 25 stet, jeni këtu me mua Yahya Abazin përsëri, ku kemi përgatitur në emisionin Utopia të ftuar kishim Saad Xhimberin, në cilin falum për filozofie dhe tema ndryshme, por duke filluar nga Utopia si vetë emri i emisionit, por ju ata do të ndiqni gjatë pjesës tjetër ku në emision në intervistë. Po pa kaluar të intervista, mos harroni ta bëni subscribe kanalin tonë 25 stet, like videon nëse ju pëlqen, nëse nuk ju pëlqen e bëni dislike, ajo është e drejta juaj. Dhe vazhdoni tani të ndiqni emision. Përshëndetje zotëre Xhimberi, faleminderit që pranove që bësh një intervistë për kanalin tonë 25 stet, në emisionin tonë Utopia. Faleminderit për ftesën, kratësi për të mbëllim këtu. Ju, si që shihni pak kohëve të fundit, pra dhe nga fillimi i njerëzimit, njeriu çdo herë ka pasur një utopi. Pse është e nevojshme që njeriu të ketë një utopi, një botë utopike? Pikë pari do thotë do shta është më mirë të flasim për ideale. Njeriu për ka pasur ideale, se utopia është një ideal, por më shumë një ideal negativ. Ose e për kur i bashkon ideale. Po, është një vend që nuk ekziston. Dhe është do thotë ta krijon përshtypjen se përderisa është një vend që nuk ekziston dhe nuk do të ekzistojë asnjëherë, mbetet imagjinar. Kurse kur flet për ideal, idealet janë përshkrime pozitive të një gjendje të cilën njeriu dëshiron të arrijë, dëshiron drejtohet rreth atij ideali, dëshiron të punojë për realizimin e atij ideali. Kështu që ideali është ndoshta fjala më e duhur, më e përshtatshme në këtë kontekst beso. Mendoj që të mos dhe sidomos pasi që utopit kur përshkruhen si tilla janë të paarritshme, imagjinare, por edhe një farë kuptimi utopit përherë mbeten kushtëzuara nga momenti kur ato përshkruhen si utopi, kur realizohen si utopi. Sepse do thotë mbeten historike, historicitetin i pret ndysh këta utopi. Për shembull, diçka që ka qenë utopike në vitet 1500 sot është realitet. Ose nuk është domosdoshmë që realitet, por do thotë a do donim pikërisht, a do donim do thotë ne të kthehemi në utopinë e shekullit, do thotë siç kanë paramenduar ata në shekullin 15, a do të ishte ajo utopia jonë? Unë besoj që jo, sepse utopia përherë do thotë ka këtë aspektin historik të saj. Është e kushtëzuar historikisht. Ai kushdo që e mendon një utopi, e mendon brenda një horizonti historik caktuar, sepse jep përmbajtje. Edhe kjo përmbajtja është historike, detyrimisht është historike, edhe në një farë mënyrë edhe e limiton e kushtëzon këtë, por edhe e bën pas një kohe të caktuar, e bën parëndësishme. Edhe ndoshta është mirë që nuk realizohen utopit. Ndoshta edhe kjo është qëllimi, do thotë, përfundimtar, edhe kur e përshkruat diçka si një gjendje utopike, do thotë si një gjendje ndoshta për këtë kohën aktuale ne kemi dëshirë të arrijmë, por është mirë të mos arrihet. Kurse idealet janë diçka, do thotë, ideali është diçka përmbajtja sa është negative në një farë mënyrë. Duam për shembull të themi idealin e barazisë, por ideali i barazisë nuk ka përmbajtje specifike, se përmbajtja është diçka që i jepet historikisht. Do thotë një ditë edhe është një ideal që mund të funksionojë, që do thotë ka qenë ideal edhe për katragjyshrit tanë, për ata që kanë jetuar në shekujt e parë, edhe për ne që jetojnë në shekullin 21. Sepse do thotë ne atëherë ja krijojmë përmbajtjen që na duhet neve brenda kushteve historike. Kështu që por natyrisht, historikisht utopit kanë pasur rol emancipues, se kur e mendon, do thotë, le të themi e mendon ti përmbajtjen e barazisë një shoqërie më të drejtë, një shoqërie e drejtë, pavarësisht se e kupton drejtësinë. Ajo të jep do thotë një dimension ku ti ndje, sepse utopia përherë është shprehje e një pakënaqësie me aktualitetin. Njeriu nuk është thjesht materie në kuptimin, do thotë, por ka një vetdije, edhe kjo vetdija përherë orientohet drejt të ardhmes. Edhe pasi që orientohet drejt të ardhmes, detyrimisht shpreh edhe pakënaqësinë e njeriut me aktualitetin ku ai ekziston. Edhe sepse çdo aktualitet përfundimisht është i padrejtë, është i pabarabartë, e konteston qenjen e njeriut, ja limiton, ja kufizon lirinë. Kështu që do thotë njeriu ndërron përherë për liri më të madhe, për barazi më të madhe, për kushte më të mira, për mirëqenie më të madhe. Prandaj edhe mund të thuash që utopia është aspekti që e bën njeriu ta tejkaloj veten, e krijon, e detyron atë ta tejkaloj veten
sepse mendja është e tillë. Mendja është një farë kuptimi e drejtuar drejt utopisë, dhe Po ideale. duke i pa këto rrethanat, pra, a është kjo egoja njerëzore që çon njeriu ndërtoj utopin brenda veten? Nuk është thjesht egoja njerëzore, është arsyeja njerëzore. Edhe mendoj arsyeja në kuptimin universal të saj, sepse është të thotë njeriu i sheh gjërat nga prizmë, kur i sheh gjërat, arsyeja përmban këtë elementin e universalitetit. Dhe kur i sheh gjërat nga elementi i universalitetit, fillon edhe i krahason gjërat me njëra me tjetrën. Për shembull, e krahason shoqërinë shqiptare sot me shoqërinë shqiptare të kaluar, po ose e krahason shoqërinë shqiptare sot me një shoqëri tjetër, shoqërinë greke për shembull, shoqërinë turke, shoqërinë evropiane, dhe një shoqëri evropiane, pavarësisht. Edhe ky element i krahasimtar pastaj hyn në punë, dhe ti e sheh do thotë se këta shoqëri ka një mirëqenie më të madhe, kanë standard më të mirë të jetës. Edhe pyetja më njëherë shtrohet, po pse? Çfarë do thotë kanë ata që ne nuk e kemi? Çfarë kushte të plotësojnë ata të cilët neve na mungojnë? Edhe mundosh pastaj njeriu për nga vetë natyra atëherë drejtohet për realizimin do thotë e këtij standardi universal që përsëri mbetet historik gjithsesi, duhet edhe universaliteti përshkohet nga historiciteti, nga fakti që nuk mundemi ne t'i largojmë historisë detyrimisht, por metoda krahasimore na bën do thotë të ndjehemi, okay, ata kanë diçka që ne, dhe sigurisht që mes që edhe ne jemi njerëz, dhe duhet të arrijmë atë standard ose ta thejkalojmë atë standard. Kështu që janë përsëri themi të idealet, janë idealet të cilët na detyrojnë të dalim jashtë vetes, sepse vetja është përherë e kufizuar, historiciteti të kufizon, koha, ekonomia, kushtet të kufizojnë, dhe asnjë kufizim, ne, si thot Immanuel Kant, ne jemi qenje që i përkasim dy botrave, botës fizike dhe botës morale, botës të lirisë. Edhe këta shpesh nuk përputhen, dhe ka një vazhdimisht një mospërputhje, dhe është kjo mospërputhja që krijon atë disonancën, inkoherencën, pakënaqësinë që ndjej me veten, do thotë ti, se edhe prej kësaj mospërputhje lind edhe ideali. Edhe ideali përherë i takon botës së lirisë. Do thotë do të bëhesh ti sa më i lirë, sa më ketë mirëqenie sa më të madhe, pavarësisht do thotë se kushtet kufizojnë. Edhe këtu do thotë lind ajo vetëm ai tensioni, po edhe dialektika mes aktuales dhe të ardhmes, dhe lirisë. Po, apo na sjellin këto, ajo që dojmë ne ta kemi si liri, por shkon dhe deri aty ku i shkakton probleme tjetrit, që nuk është si ti. Dhe kjo, apo shkon dhe gjitha kjo në lindjet e idealeve tjera të tjetrit, i cili pasaj do qetë edhe ai kundër teje. Dhe çdo herë më shumë do po shkojmë drejt ekstremizmave të ndryshëm. Kur ti nuk e pranon tjetrin, ose mundohesh ta mos ta shohësh tjetrin me një farë forme, pastaj ai për të mos e humbur veten kthehet deri në atë ku shkon deri në ekstremizëm, ose deri te ajo që duhet ta tregon veten, ta mbroj veten. Unë mendoj që ekstremizmi përherë lind nga pakënaqësia me aktualitetin. Njeriu ndoshta nuk ka mundësinë ta artikuloj, ta shpreh bukur gjendjen, situatën në të cilët gjendet, dhe nuk është në gjendje ta perceptoj një të ardhme më ndryshe, sepse kushtet janë aq të kufizuara, kështu që njeriu shpesh pastaj ndjen veten të kërcënuar kur dikush kërkon t'i hap një hapësirë tjetër. Merre për shembull popullin Maqedonas. Maqedonasit janë popull i kërcënuar, besoj. Jo që i kërcënon dikush, por në vetë perceptimin e tyre. Për shembull, Greqia kërkon që ta ndryshojnë emrin. Nuk as që imagjinohet dot që ti kërkosh shqiptarit ta ndryshoj emrin. Para mendoje këtë, edhe do thotë se unë si shqiptar nuk ndjehemi kërcënuar në identitetin tim. Unë ndjehem plotësisht vetja ime në një farë kuptimi. E di që kjo problemi që kemi me Maqedonët në shtetin e Maqedonisë, që është një problem politik që duhet zgjidhet absolutisht, por unë besoj që Maqedonasin janë shumë më të kërcënuar në identitetin e tyre se sa shqiptar, sepse ne e trasojmë identitetin tonë me sheku deri tek Ilirët e parasysh. Edhe do thotë na jep një lloj, edhe nëse jemi pakicë në Maqedoni, për shembull, ne megjithatë jemi shumicë në Ballkan, jemi një shumicë e madhe në Ballkan. Dhe lidhja jonë me historinë, me shqiptarët rreth e përçart neve, na jep do thotë një lloj sigurie mbi identitetin tonë
cilët për shembull maqedonasit nuk e kanë. Edhe maqedonasit kanë prirje pastaj të shkojnë shumë më shpesh në ekstremizëm se sa shqiptarët, kur është në pyetje identiteti kombëtar. Sikur që për shembull shqiptarët kanë një prirje tjetër për shembull, për shkak edhe kjo ka të bëjë sigurisht ka të bëjë me modernitetin. Shqiptarët kanë një prirje për shembull të shkojnë më tepër në ekstremizmin fetar se sa ndoshta të tjerët popujt. Për arsye do thotë objektive, do thotë se Islami shpesh është paraqitur si një fe intolerante, është paraqitur do thotë si një fe e cila duhet të kaluar, duhet lënë prapa, do thotë gjitha ekstremizmi fetar, do thotë fundamentalizmi kanë lindur në kohët të fundit gjithë nga do thotë nga besimi, burimet e besimit islam, andaj edhe është shumë e lehtë, më e natyrshme për shembull kur identiteti fetar të kërcënohet, të shkosh të këmbëngulësh në ato. Për shembull, i dimë gjithë këta debatet që janë bërë së fundmi, do thotë prej kohësh në fakt rreth a je musliman, a je shqiptar, do thotë ky bashkëdhëzimi që bëhet mes fesë. Do thotë bën një bashkëdhëzim mes dy gjërave që nuk janë të njëjta. Që nuk janë të njëjta, nuk janë të kërcënuara. Po, mes njëra tjetrës. Po. Do të thënë se unë që shqiptar nuk ndjehemi kërcënuar, por nëse jam besimtar për shembull, e din e shoh gjithandej rreth e për qark, e din ekziston kjo logjika e sekularitetit, sekularizimit të fesë, dhe feja bëhet gjithnjë feja nuk ka qenë çështje private tek muslimanët, ka qenë çështje publike, ka urdhëruar, do thotë ka rregulluar jetën edhe sot e kësaj dite, edhe me sekularizimin e jetës do thotë fillon e bëhet pjesë më private e jetës dhe e kërcënon identitetin klasik shoqëror të muslimanit si musliman. Edhe pastaj njeriu tash ka dy alternativa këtu së paku edhe njëra alternativë është e pranon thosh kjo ne jetojmë në një botë moderne, sekulariteti është logjika e kësaj bote, edhe duhet vazhdojmë të tje, feja do bëhet çështje private detyrimisht, do thotë nuk do të ketë atë rolin cilin e ka pasur historikisht, edhe është e alternativa tjetër që është do thotë që jo nuk duhet të jetë çështje private, edhe këmbëngulin edhe më tepër atë, edhe sa më shumë që këmbëngul, pastaj aq më tepër në një farë mënyrë shkon në ekstrem. Edhe e humb edhe atë karakterin moderues që feja zakonisht e ka. E humb atë karakter, po jo e humb karakterin, po do të e humb sepse muslimanët do thotë fillojnë të jetojnë në një kohë ku nuk u njihet identiteti i plot. Edhe ti tash e ndërlidhe këtë çështje me çështjen e lirisë. Kjo është problem i madh pastaj natyrisht. Po pse kemi frikë kaq shumë nga liria? Pse kemi frikë nga çfarë? Është diçka që nuk e njohim? Është diçka, po. Unë ta përmenda ty më herët do thotë, është çështja liria është çështje që fitohet përmes sidomos fitohet përmes kulturës dhe edukimit. Se Rousseau thotë në gjithë njeriu është lindet i lirë dhe çdo kund është në pranga, por është edhe një fakt tjetër që vetë Rousseau na i mëson filozofi francez do të iluminizmit Jean-Jacques Rousseau. Ai thotë se njeriu në gjendje natyrore është i lirë, është i pavarur. Liria është në kuptimin republikan të fjalës liria si pavarësi, por megjithatë është i varur gjithandej. Edhe problemi i politikës është pastaj si ta krijojë një qenje të pavarur në kushtet varësisë. Edhe ne hym në kushte varësie dhe të gjithë bëhemi të varur nga njëri tjetri. Unë bëhem i varur për shembull nga një bibliotekë, nëse je filozof, ke nevojë për libra, ke nevojë që të tjerët që kanë shkruar dikush ti bëj të disponueshme ato për ty. Kemi nevojë pastaj për një urrësjellës, për një bukpjekës, për një taksist, për gjitha. Do të jemi gjithë të varur nga këta njerëz, nga këto profesione të tjera, në mënyrë që të mund pastaj ta jetojmë lirinë, të jetojmë si të lirë. Do thotë, edhe liria këtu është do thotë një proces që kërkon të zhvillohet, të mësohet, që pastaj të mos jemi të friksohemi asaj, sepse kur nuk e mëson, kur nuk mësosh të jesh i lirë, detyrimisht do të friksohesh prej saj. Do thotë se ti nëse je mësuar vazhdimisht jesh i varur tek tjetri, je totalisht i varur tek prindët për shembull. Prindët i marrin të gjitha vendimet për fëmijët e tyre. Çfarë do të shkollojnë, si do të shkollojnë, me kë do të martohen, çfarë jete do të jetojnë, shtëpijet u marrin ndërtojnë prindët e ke parasysh. Pavarësia humb si ideal. Edhe kur humb si ideal, ai nuk ekziston më. Pavarësia do thotë në një farë mënyrë perceptohet si një e keqe, cilën duhet me çdo kusht t'i largohemi. Do të thotë se duhet jesh, nëse je i varur tek prindët, kjo është gjë e mirë.
Dhe varësia pastaj krijon një lloj shtresëzimi, një lloj shoqëri të shtresave. Shtresa prindërit, pavarësisht se si arsyetohen këto forma të shtresave, qoftë përmes moshës, qoftë përmes ndërvarjes ekonomike, pavarësisht do thotë, por ekziston ky ndërvarëzim ku ti do të jesh i varur tek prindërit e tu, gruaja do të jetë e varur tek burri i saj, fëmijët do të jenë të varur te familja, pavarësisht do të thotë. Pra shkon ajo shtrezimin në formë piramide. Edhe liria nuk gjen vend as pak aty. Ti kërkosh liri, do thotë ti kërkosh të dalë nga ky lloj shtresëzimi, nga ky lloj piramide e varësisë. Andaj dhe i friksohen lirisë, sepse është diçka bëhet diçka e panjohur për këtë shoqëri që nuk e ka mësuar lirin. Është plotësisht e panjohur, dhe si çdo e panjohur është errësirë. Është më mirë, do thotë, është paqja, sigurimi, është të jesh i varur në këto shtresa, në familje, në shtet, në këtu. Dhe unë fatkeqësisht besoj që do thotë shoqëria shqiptare është e shtresëzuar në këtë nivel, në këtë formë. Sidomos ne për shoqëria shqiptare në po. Edhe për arsye të thotë të njohura, sepse kur e ardhmja është e paqartë, e pasigurt, është mirë, do thotë sigurimi për herë vjen para lirisë në këtë kuptim. Kurse po njëkohësisht do thotë ta edukosh fëmijët që prej fillimit, që të jenë të pavarur, do thotë të bëhet një lloj realiteti, ta prej fillimit do thotë të kërkosh që të pavarësohen ata nga prindrit, nga shtresa, të jepet edukimi, do thotë varet prej që gjithmonë t'i afrohet lirisë. T'i afrohet ta njohë dhe ta gjejë. Dhe ta përjetoj lirinë, do thotë që në fëmijërit mësohet të marrë vendime vetë. Edhe vendimet vogla natyrisht për jetën e tyre, për aftësi. Se liria fundit thjesht është një lloj hapësire, ku njeriu mund të marrë vendime pa mbikëqyrjen e tjetrit. Do thotë ke një lloj hapësire, do thotë se liria nuk është që jepet për njerë, ajo zgjerohet, vjen duke u zgjeruar. Edhe në, do thotë, si fëmijë, për shembull, ti mund të marrësh vendime për disa gjëra të cilët janë në interesin tënd, cilët nuk i shkaktojnë dëm dikujt tjetër në këtë formë. Pastaj, sepse në këtë formë fëmiu mëson si të marrë vendime, edhe si të zhvillohet autonominë e tij si qenje morale. E din se kur nuk mësohesh të marrësh vendime që në fëmijëri është shumë vështirë të marrësh, sepse nuk e ke zhvilluar këtë ndjenjen e pavarësisë, ndjenjen e autonomisë që i kërkohet një njeriu pastaj të mund të jetojë pa frikë nga liria. Edhe kjo frika e lirisë është e tmeshme, është paralizuese. Do thotë kur je i varur nga tjetri, merre me mend për shembull kur një grua është e varur nga burri i saj deri në atë formë se që nuk nëse keq trajtohet, nuk do të mund të kërkonte ndarje, sepse do thotë dhuna bëhet më e tolerueshme, më e pranueshme se sa e panjohura e lirisë. Dhe kur dhuna bëhet më e tolerueshme, frika ndaj lirisë do thotë ka arritur nivele stratosferike dhe është në një farë mënyrë do thotë është e pamundshme ti ta bindesh se liria është një gjë e mirë, diçka që duhet ta aspirosh. Por kjo nuk është e pamundshme do thotë arrihet, nëse prindet, nëse shoqëria, nëse kultura që prej fillimit mundohet edhe e mbjell këtë farën e lirisë, detyrimisht do thotë që individët një ditë do të arrijnë lirinë, edhe jo që do të arrijnë lirinë, por në fakt do të bëjnë gjithçka për ta mbrojtur atë. Pa mund të arrihet liria, sepse kur arrin një liri ndoshta kërkon diçka më tepër. Ajo çka kërkohet pas lirisë është mirëqenia. Dhe kur je i lirë, kur je ti marrësh vendimet tua, pastaj e shef, do thotë, e kupton se mirëqenia po ashtu nuk është domosdoshmërisht e lidhur me konceptin e lirisë. Ti mund të jesh i lirë, po mund të jesh në një gjendje psikologjike ose ekonomike të varësisë të tmerrshme, atëherë por ajo që kërkohet është në një farë mënyre, megjithatë kërkohet që ti të arrish atë lloj mirëqenie ku ti do thotë e realizon veten tënde sipas planeve, sipas mundësive, sipas dëshirave që i ke. Por asgjë kjo nuk bëhet megjithatë pa e pasur këtë konceptin minimal të lirisë, të vendimarrjes.
të vendimarrjes. Edhe tash kuptohet, unë po flas në këtë koncepti për cilin unë po flas, do të nuk është ky koncepti natyror ku ti mund bësh çfarë duash, por është liria brenda kufizimeve morale, në kuptimin që liria jote duhet të ekzistojë vetëm përderisa ajo nuk shkel mbi lirinë e tjetrit. Se momentin kur ti do thotë merr atë lirinë që natyrore, që t'ja shkelësh lirinë tjetrit, bësh ti çfarë të duash, atëherë ti në një farë kuptimi, në kuptimin moral të fjalës nuk je më i lirë, sepse liria kërkon vetë përmbajtjen, kërkon vetë kontrollit, kërkon që ti të marrësh vendimet në atë formë që të çojnë në mirëqenien tënde fundi, sepse përndryshe e hum vlerën që e ka. Një liri e tillë që e shkel tjetrin del një liri të xhungullës, ligjeve të xhungullës, ku fiton vetëm më i fuqishëm. Fiton më i fuqishëm, po pra. Ajo nuk do thotë ajo bie në kundërshtim me kulturën e lirisë, cilën ne duam që fëmijët tanë ta kenë që prej fillimit, që në fëmijëri do thotë, që të mos jetë se ne jemi detyrimisht të varur. Kjo është e pamundshme ti largohesh varfërisë tek tjetri. Unë jam i varur te ti je i varur në forma të ndryshme. Andaj edhe liria mbetet një lloj në një farë kuptimi ideal për të ardhmen. Është për herë diku tjetër në një farë kuptimi. Por njëkohësisht është edhe këtu. Është lidhje dialektike mes të qenurit, këtu aktualitetit dhe të ardhmes. Nuk mund të realizohet plotësisht asnjë, sepse për herë dikush do të ketë liri pak më të madhe se ti, për arsye objektive. Ti do të kesh liri pak më të vogël, kështu që por liria do thotë ekziston për herë në rrjet, në raport do të ekzistojë në raport me koncepte tjera, për shembull konceptin e të mirës së përgjithshme, me konceptin e drejtësisë, me konceptin e barazisë, me konceptin e mirëqenies së përgjithshme në përgjithësi. Kështu që ti mund të jesh i lirë, po ti jashtron edhe veten pyetës, sepse nuk kemi do të jashtron ti pyetjes veten. A është e drejtë kjo? A është e mirë? Nëse unë kam lirinë ta bëj, po a duhet ta bëj këtë gjë? Vetëm se e ke lirinë që ta bësh, nuk do të thotë që duhet ta bësh, sepse do thotë ne kemi edhe obligime ndaj të tjerëve. Ti për shembull, ti mund ti ke lirinë ndoshta ta ofendosh dikë, për shembull, por pyetja shtrohet, a duhet ta bësh? Çfarë pasoja do të ketë kjo? Çfarë bumerangu do të sjellë edhe ty? Kështu që liria është për herë qëndron në raport, në relacion me koncepte tjera morale, obligimet shoqërore, politike, kombëtare që i kemi me njëri tjetrit, përmes njëri tjetrit. Andaj do thotë nuk duhet kuptuar lirinë vetëm si një ideal singular, por është i mbyllur, po do thotë të jetë e hapur. Liria është nga natyra saj e hapur nga ndaj konceptet, por është megjithatë është e mira më e madhe që njeriu do e mos duhet ta ketë, sepse pa të nuk ka kuptim as drejtësia, nuk ka kuptim as barazia, se ti mund të jesh i barabartë me të gjithë, po të jesh në robëri, për shembull, gjithë robërit janë barabartë, por nëse nuk janë të lirë, do thotë e hum kuptimin, edhe drejtësia pastaj. Ti mund të jesh i lirë në një farë mënyre, por mund të jesh do thotë njëkohësisht i shtypur për nga aspekti ekonomik, pa barazite. Shqiptarët ndoshta mund të jenë të lirë në Maqedoni, por mua më irriton fakti për shembull që ne kudo që shkon nuk ke plakata në gjuhën shqipe. Ku do të ketë po ashtu protest për gjuhën shqipe? Do të ketë gjuhën shqipe, po, do thotë ti je i lirë në një kuptim, në një farë kuptimi tjetër je i varur nga strukturat e shtetit cilët ta mohojnë lirinë. Andaj neve na duhet për të kthyer prapë te çështja fillestare, neve detyrimisht na duhen do thotë idealet, na duhet një lloj utopie ku ne e imagjinojmë botën, edhe veten tonë në atë botë më të lirë, më të barabartë, më të drejtë, sepse nuk ka asnjë arsye, unë besoj, asnjë arsye do thotë pse shqiptari duhet të jetojë në kushte pa barazie në një shtet që historikisht ka qenë i vetë, do thotë Shkupi ka qenë kryeqyteti i shqiptarëve. Edhe tash unë vinë në Shkupe dhe ndjehem si thua ta shoh veten edhe si dytësor në raport me popullin që e ka, do thotë ndjehet i pasigurt në identitetin e vet. Po ne duhet punojmë për atë idealin e barazisë së plot qytetare. Do thotë që nuk për një ideal
ku shqiptari nuk ka nevojë as të turprohet, as të ndjehet i nënçmuar, as të ndjehet dytësor për shkak të identitetit të tij. Sepse ky është vendi ynë. Është vendi në cilën ne kemi ekzistuar historikisht dhe nuk mundemi as ta tolerojmë askënd që as na fyj, as na trajtoj si popull që thua pak më inferior sepse ata Qenë kanë më shumë numër. qenë kanë numër më të madh, sepse barazia morale nuk ka të bëjë fare me numrat, por ka të bëjë me dinjitetin, ka të bëjë me lirinë. Edhe unë nuk dua që të jetoj në vendin tim dhe të ndjehem sikur jetoj në vend huaj. Edhe për këtë kemi fajin edhe ne, gjithsesi, kuptohet, nuk kemi zhvilluar sisteme të edukimit që krijojnë pas 2 dekadash, ne ende diskutojmë çështjen e gjuhës, ende diskutojmë çështjen e lirisë. Për mua kjo është skandal shumë i madh. Është dështim shumë i madh, kulturor, politik i shqiptarëve, se këto çështje do duheshin të ishin të zgjedhura deri më tani. Por ne problemi është se nuk i kemi zgjidhur sepse ende ne nuk e ndjejmë veten të lirë. Ne nuk e edukojmë ende dhe sot e kësaj dite që fëmijët tanë bëhen të lirë, të ndjehen të lirë, të pavarësohen nga strukturat klanore. Ne ende mendojmë me koncepte klanore, ne jemi një shoqëri klanore, e mendojmë veten që nëse i përket kësaj familje, i takojmë provincial, fatkeqësisht, sepse edhe provincialisti nuk mendon në mënyrë universale. Por pa menduar në mënyrë universale nuk mund ta mbjellësh farën e lirisë. Përndryshe liria bëhet slogan, shndërrohet në disa slogane, po. I bukur, Pa përmbajtje. Bëhet koncept bosh. Edhe përdesa mbetet koncept bosh, përdesa nuk strukturohet, nuk përmbushet me përmbajtje konkrete, okay? Lirin po për të arritur lirin neve na duhen disa kushte dhe duhet i përmbushim këta kushte. Po unë mendoj kushti fillestar dhe më i domosdoshëm është detyrimisht gjuha, pikë pare, gjuha. Po na duhet njëkohësisht edhe njohurit që sot i ka bota në dispozicion. Se pa njohuri nëse je ignorant, nëse nuk e di si funksionon bota, nëse nuk e di çka e drejton, çka e detyron këtë botë veproj, ti mbetesh jashtë saj. Nëse nuk je pjesë e botës, nëse nuk je në tavolinë ose nëse jemi mbrapa ta kapim hapin. Jo, absolutisht është domosdoshme. Është absolutisht domosdoshme të kyqesh në idealet e aktuale të botës. Të mos i mendosh që këta në Amerikë, ne nuk jemi si Amerikanë, ne nuk jemi Gjermanë, ne nuk jemi Francezë. Kjo ideja që ne nuk jemi këta, nuk jemi ata. No, çka jemi ne atëherë? Nëse nuk jemi Gjermanë, nëse nuk jemi Francezë, nëse nuk jemi Amerikanë. Kjo do të thotë se ti po e ndan veten nga progresi botror aktual. Ti nuk mundesh ta ndash veten nga ky progres. Jo, do të thosh ti nuk je Amerikan, natyrisht në një kuptim banal të fjalës, nuk je Amerikan sepse nuk jeton në Amerikë, as nuk je Gjerman, por të thuash që nuk jem Amerikan sepse ata kanë arritur, ata kanë etikë të punës, kanë etikë të lirisë, kanë etikë të përparimit, e ne nuk i kemi këta dhe nuk. Çfarë të thotë? Do thotë nuk jemi Gjerman ne. Noi pse nuk jemi ne Gjerman? Është absurde në fakt ta konceptualizosh veten, do thotë ta nxjerrësh veten nga zhvillimi, nga përparimi historik, për të vetëm në arsye se ata kanë punuar po ne këtu. Jo, është një lloj, ky është një lloj distopie, kjo është një lloj distopie dhe një lloj utopie e keqe, do thotë që nuk na lejon të heqim zinxhirët nga këmbët dhe nga duart, nga truri. Dhe kjo ka të bëjë njëkohësisht, do thotë, merr raportin tonë me filozofinë, se filozofia, thot Kanti, është thjesht të mendosh lirë, ta lësh mendjen fluturoj, të imagjinoj, të fluturoj, edhe do thotë sepse kur e lën mendjen të veproj sipas parimeve të saj, ajo pastaj fillon edhe i thyen barrikadat, i thyen zinxhirët. Ka qenë edhe ideali i parë i filozofisë, Platoni, shpella e Platonit. Çfarë bën filozofi? Del prej shpellës, edhe e sjell dritën, mundohet me sjell dritën, iluminizmin e arsyes.
Kjo është iluminizmi. Ti do të nuk mundesh ta pranosh një gjendje, sepse është fundit robëria është gjendje që njeriu nuk mund ta tolerojë. Si njeri, nuk e ka toleruar asnjëherë. Edhe historikisht ti mund të kthehesh për shembull të gjitha historitë e çdo kulturë ka prodhuar rezistencë kundër robërisë. Edhe e kupton do të thotë që liria është ideal universal, i secilit njeri, i secilit shoqëri. Po njeriu bjen natyrisht për ka shumë forma se si e humb lirin. Por forma vetme për ta fituar lirin është do të duke i edukuar fëmijët tanë, duke prej fillimit, duke u mbjellur Ndërtimi i bazamentit. Ndërtimi i bazamentit. Nëse nuk ndërton fëmijë të lirë, nëse ti e edukon fëmijën në atë formë që ata mos kenë guxim ta shprehin një mendim të tyre kundër familjes së tyre, kundër një pikpamje të pranuar shoqërore, atëherë nuk jemi duke eduku breza të lirisht, nuk jemi duke eduku breza që do ta duan lirin, do ta mbrojnë lirin, po jemi duke edukuar breza do thotë që do që e pranojnë nënshtrimin, se kur një qenje njerëzore edukohet ta pranojnë nënshtrimin, e pranojnë shumë më lehtë nënshtrimin, jo vetëm të kulturës vet, po edhe të tjerëve. Kushdo që është më i fortë arrin me të nënshtruar. Por nëse edukohet që ta pranoj, do thotë ta njohë lirinë si vlerën në një farë mënyrë universale më të lartë, ti mundesh ta vrasësh atë njerëz, po ai nuk do të nënshtrohet. Do të qëndrojë drejt, do të qëndrojë lart, do të flasë me ty, do të shikojë në sy kur të flet, din? Unë jam ky. Këta janë binjët e mia, ti urno, në nxjerr bitë. Po me të nënshtru, kjo nuk bëhet fjalë. Do thotë nuk ekziston në horizontin e një qenje të lirë fjala në nështrim, nuk duhet të ekzistojë. Do të hiqet nga fjalori, çdo gjë që një farë mënyrë që provokon, çdo gjë që ta rikujton fjalën në nështrim, do ta flakësh më njëherë, sepse është nëna e gjitha të këqijave. Varësia tek tjetri, në një farë kuptimi, kuptimi më një gjetimi të varur tek njëri tjetri. Por ne duhet të harrojmë atë hapësirën morale dhe politike të lirisë që na lejon ne ta jetojmë jetën sipas koncepcioneve tona, jo sipas koncepcioneve si do dikush tjetër. Dhe kjo është përndryshe e mira nuk ka asnjë kuptim. Nëse ti ma detyron mua të jetoj jetën sipas standardit tënd, sipas një koncepcioni tënd të mirës, atëherë unë nuk jam i lirë. Ndoshta ky koncepcioni është shumë i mirë që ti e ke të jetës, edhe unë do e kisha pranuar. Por përdesa ma detyron ti mua, ai nuk është koncepcioni im. Do thotë nuk është diçka që unë e kam zgjedhur, nuk është diçka që unë ndoshta në kushte të tjera, por të kisha qenë qenje e lirë, do ta kisha zgjedhur atë koncepcion që e ke ti. Por aktualisht nuk jam i lirë dhe nuk mund ta zgjedh. Dhe pasi që nuk mund ta zgjedh, do të detyrohem ti nënshtro. Atëherë raporti ynë për njëri është raport i varësisë. Unë bëhem i varur tek ty, te koncepcioni yt që është ti e ke për veten tënde, jo te koncepcioni që unë e kam zhvilluar vetë. Andaj unë besoj që prapë do thotë është liria është edhe ideali, po edhe aktualiteti. Dhe neve na ka munguar liria, ne për herë, sidomos neve shqiptarët maqedonikë po edhe atyre të Shqipërisë, kur e mendon në komunizmit, paradoksikalisht që komunizmi do duhet të çlironte këta njerëz, vetë ideali i komunizmit është, do thotë, ideal iluminist, që secili të jetë i lirë, secili të jetë i barabartë. Megjithatë, do thotë, e dim realitetin, por mua më vjen keq sinqerisht që ne ende nuk kemi arritur, do thotë, ta krijojmë kulturën që është sine qua non, kusht i pazëvendësueshëm për krijimin e qenjes së lirë. Sepse nëse nuk e krijojmë qenjen e lirë, nuk do të mund të jemi të lirë. Pavarësisht ne mund të krijojmë slogane, për 20 vite na kanë mbushur me sloganet, për shembull, tu na thonë që do të kemi gjitha këto arritje, gjitha. Është të mashtrosh veten. E sikur kur shkon kur e blen një diplom për shembull. Ti mund t'i mashtrosh të tjerët, e din që je filozof i madh, je ke diplomuar, po nuk mund ta mashtrosh veten, e din. Edhe sepse e thashun me një ligjërat, kthesh të Max Weberit te vetika e punës. Ishte ideja për shembull se Max Weber është ideja se
njeriu fiton dinjitetin e tij përmes punës. Përmes punës që e bën, ti e fiton edhe dinjitetin, sepse puna të jep një lloj vlere, do të thotë edhe se puna çfarë është? Puna është raport njerëzor. Kur punon ti, punon për mirëqenien e dikujt tjetër, vazhdimisht. Edhe ky tjetri që e merr mirëqenien tënde të jep një lloj mirënjohje për atë. Ne ekzistojmë në raporte sociale dhe mirënjohja është absolutisht qendrore për ne. Faleminderit zotëri Zuberi. Shpresojmë që ndoshta herave tjera me ndonjë temë tjetër, edhe më filozofike ndoshta, filozofia është e gjerë, të kemi në një intervistë tjetër. Faleminderit për ftesën. Pra, ky është emisioni Utopia që kishim përgatitur për ju, ku mysafiri i vendosi tekst veçantë ndoshta asaj pjesës së lirisë, kuptimit të lirisë. Por ju jeni të lirë ta vendosni nëse doni ta bëni like videon ose dislike, është e drejta juaj, liria juaja, ose nëse doni ta bëni subscribe kanalin ton Mr. Penstet. Por nëse doni të ndiqni video tjera kur dhe t'ju lajmëron se kemi publikuar një emision, ju e bëni subscribe kanalin ton dhe e aktivizoni ikonën e zilës, ku do t'ju vjen njoftimi për videon që kemi publikuar. Dhe deri në emisionin e ardhshëm, ju mirëmbëjtje dhe miru takofshi.